Ndërsa data 11 tetor po afron, emocionet dhe pritshmëria për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë është bërë shpërthyese për tifozët kuqezi, por në të sfidë ka një personazh shtesë që po luan në hije. Ballis Morina, njohur ndryshe si njeriu i dronit të Beogradit, që prej disa ditësh ai është aktiv në rrjetet sociale, poston ditët që kalojnë nga 11 tetori, imazhe dhe aludime, duke e ngrënë një kuriozitet tek sportdashësit. Çfarë po përgatit ai këtë herë në Leskovac? Për të kuptuar intensiteti i këtyre paralajmërimeve dhe duhet të rikthyer ngjarja 14 tetorit 2014, kur Ballis Morina ndërhyri në ndeshjen Serbi-Shqipëri, duke fluturuar me një dron mbi stadiumin në Beograd me një flamur që mbante Shqipërinë e madhe. Ajo ngjarje solli ndërprerjen e ndeshjes dhe një debat ndërkombëtar që përfundoi me vendimin e kasit për 3 pikë për Shqipërinë. Atëherë emri i tij u bë i famshëm. Hero për disa, provokator për serbët. Pas asaj sfida, i është ndaluar, arrestuar në Itali për përdorim droni pa leje dhe është ballafaquar me kërkesë për ekstradim nga Serbia, por kjo nuk ka zbutur reputacionin e tij mes një pjese të tifozorisë shqiptare, të cilët e shohin si personifikim të guximit nacionalist. Që për javësh, lajmet dhe artikujt e portaleve sportive flasin për një surprizë tjetër që Ballis Morina po përgatit për sfidën në Leskovac. Në faqen e tij zyrtare në rrjetet sociale, ai ka filluar të numërojë ditët mbrapsht, duke shkaktuar emocion dhe dyshime midis tifozëve dhe mediave. Disa spekulime që po qarkullojnë janë përsëritja e një manovre me dron, por më e sofistikuar dhe më e vështirë për të parandaluar nga siguria e stadiumit. Mund të jetë edhe një provokim psikologjik. Publikimi i përmbajtjes që të trem tifozët serbë ose autoritetet krijojnë panik dhe presion të shtuar për organizimin. Një bluff, ide që nuk planifikohet të realizohet, por që shfrytëzohet si lojë psikologjike të nxjisë nga media dhe kundërshtarët frikë dhe pasiguri. Dhe primeja stadiumit, aktivitetet simbolike si fluturim dronësh në perimetret të jashtë stadiumit, instalacione, ndërhyrje në qarkullim që të krijojë imazhe virale që prishin moralin e kundërshtarëve, një aksion surprizë brenda stadiumit që mund të jetë me dron miniatur, kapsolla me drita, folije ndriçuese apo diçka tjetër që të kapë vëmendjen dhe ta ndërpres momentin. Në portale sportive shqiptare, artikuj si panik në Serbi, Ballis Morina bën gati dronin tjetër për Serbi, Shqipëri në Leskovac qarkullojnë me tituj të tillë që nxisin frikë dhe habit tek serbët. Një artikull i Index Online i titulluar "Çfarë po paralajmëron Ballis Morina?" Ai po numëron ditët deri te Serbi, Shqipëri. Shpreh dyshime se a ka surpriza si ajo e disa viteve më parë. Po ashtu, prej kohësh diskutohet edhe nivelet e masave të sigurisë që do të merren nga autoritetet e Serbisë dhe nga organizatorët e ndeshjes. Stadiumi në Leskovac është zgjedhur për të shmangur incidente dhe për të vendosur kontrolle të mprehta sigurie. Lajmet flasin se ambienti është më i rrethtë se në Beograd, se siguria do të jetë saturuar dhe se dronët modern me GPS sensor mund të jenë më të vështirë për të zbuluar e ndaluar. Në Serbi, se këtij provokimit dhe paralajmërimeve të ballistit po ndishet me vëmendje çdo aludim për surprizë tjetër do të shikohet si kërcënim. Në det serbe i referohen shpesh tij si një provokator të vazhdueshëm dhe reagojnë me indinjat ndaj komenteve që ai lëshon në rrjetet sociale ndërkombëtare, si në faqet e UEFA-s ku ai ka bërë deklarata sfiduese më parë. Në Shqipëri një pjesë e tifozërisë e përshëndetim këtë veprim si aksion guximi kombëtar, ndërsa të tjerë shprehin shqetësim për ndërlënë siguri e ekipit dhe reputacion ndërkombëtar. Pra çfarë po përgatit Ballis Morina për Leskovacin? Asnjë gjë nuk dihet me siguri, është pikërisht kjo e paqartësia që ndihmon strategjinë e tij. Ai ka ndezur pritjen dhe emocionin dhe ka vendosur kundërshtarët dhe mediat në pozicion reagimi. Në ditët që vijnë, do të shihet nëse do të jetë aksion real, provokim simbolik apo lojë psikologjike, por një gjë është e sigurt. Ballis Morina ka vendosur që nuk do të jetë spektator i thjesht. Ai kërkon të jetë pjesë e këtij takimi, të lërë shenjë të ndërhyri, edhe nëse vetëm në mendjen e të gjithëve. Qyteti i Leskovacit dhe stadiumi Dubočića presin dhe në qiellin e tifozërisë shqiptare fluturon një pyetje e vetme: çfarë do të ndodhë më 11 tetor?